Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Dje e kemi parë se si Hazreti Nuhi a.s. I përballoi gjitha vështirësive që ju paraqiten nga populli i tij gjatë ftesës, gjatë kumtimit të mesazhit të Zotit të Madhreshëm. Sot do të ndalim tek historia e birit të tij, e cila vërtet është një histori e dhëmshme dhe Kurani Fisnik tregon se kjo histori e birit të tij megjithatë e qet Hazreti Nuhin goxha fort në siklet. Dhe kjo tregon se domethënë raportet farefisnore vërtet janë shumë të ndjeshme, edhe në kuptimin pozitiv, po edhe në kuptimin negativ. Atë sa mund të kënaqin njerëz të afërt, aq edhe mund të lëndojnë. Ishte përpjekja e tij maksimale që ta shpëtonte të birin e tij, edhe duke ju lutur Zotit një anë t'ia shpëtoi të birin, po edhe duke komunikuar me të birin e tij që ai t'i bashkangjitej, domethënë anijes, të hypte në anije dhe t'i bashkangjitej domethënë grupit të besimtarëve. Megjithatë, ai nuk e dëgjoi babain e tij, nuk e ndoqi rrugën e babait të tij dhe i fundosën në ujë. Hazreti Nuhi a.s. Ju lut Zotit t'ia shpëtoi të birin, por ishte një përgjigje interesante e Zotit gjithësisë. Për të cilën përgjigje mendoj se shumë njerëz kanë keq kuptuar dhe, si më thon, kanë menduar ose kanë krijuar një farë narracioni që ky djalë që nuk i besoi Hazreti Nuhit nuk ka qenë i tij, domethënë ka qenë jashtëligjshëm. Ndonse Kurani Fisnik kur flet për profetet e Zotit Madhreshëm, ata i paraqet gjithmonë si njerëz kompakt në sferën morale. Prandaj Kurani nuk e trajton nga ky prizëm, nga kjo qasje, marr parasysh se Kurani nuk flet për tradhtinë bashkëtorë në familjet e profetëve. Mund të flet për mosbesimin, mund të flet për bindjet e gabuara brenda familjes, por jo për tradhti, domethënë brenda familjes së profetëve. Këtë mund ta dëgjojmë të besimet dhe fetë të tjera, por jo në gjuhën e Kuranit Fisnik. Prandaj Allahu i Madhëshëm i thot: "O Nuh, ai nuk është nga familja jote." Në kuptimin që ai nuk është nga familja jote që është premtuar që do të shpëtojnë. Pra ai është njeri vepër keq, domethënë nuk i përket familjes tonë në kuptimin e besimit, kuptimin e shpëtimit. Prandaj mos më pyet për diçka të cilën nuk e ke dieni, nuk je ndjeni. Unë të këshilloj që të mos bëhesh prej të paditurve. Kuptimi i kësaj është se lidhja që shpëton nga dënimi në këtë rast është lidhja e besimit dhe jo lidhja e gjakut. Pra, Zoti nuk është, si më thon, racist që e paraqesin disa besime dhe fe tjera. Zoti i Madhreshëm njerëzit i shpëton në bazë të vlerave, në bazë të besimit, në bazë të sjelljeve, jo në bazë të trashëgimisë se ti e ki atë baba ose ki atë vëlla ose ngjajshëm. Kjo madje nuk ndodhesh me Hazreti Nuhin, kjo ndodh me gjithë pejgamberët e Zotit Madhreshëm. Allahu i Madhëshëm, pra ja tërheq vërejtjen Hazreti Nuhit që ai nuk mund të shpëtoj, sepse në këtë moment nuk e shpëton dot lidhja e gjakut. Ai do të mund të shpëtonte vetëm nga lidhja e besimit. Thjesht vërejtjen që Zoti i Madhreshëm ja jep Hazreti Nuhit është ja kujton këtë fakt. Pra ti duhet ta kishe vërtetuar gjendjen e birit tan, pasi ai jetoi me ty ose jetoi pranë teje, për të siguruar nëse ishte vërtet besimtar, sepse pozita jote nuk është si e gjithë njerëzve. Pra ti duhet ta dish se si shpëtoni njeri në këtë rast. Nuk është më punë gjaku, punë lidhje farefisnore, është punë besimi, është punë e veprave të mira. E vërteta që duhet ta kuptojmë është se besimi nuk kalon domosdoshmërisht përmes lidhjeve të gjakut. Pra, nëse babai ishte i urt ose ishte profet nga profetet, kjo nuk do të thotë se i biri do të jetë domosdoshmërisht i tillë. Kështu u sprovua Hazreti Nuhi a.s. Pra, u sprovua me një sprovë të dyfisht.
Në Iran ishte detyra e tij të komunikonte, domthonë urdhat e Zotit para popullit të tij, të aftonte popullin e tij në të vërtetën, dhe nga ana tjetër ai përballej me mosbindjen e të birit të tij. Allahu i Madhnueshëm thot, dhe ju shpall Nuhut se nuk do të besojnë nga populli yt përveç atyre që kanë besuar. Prandaj mos u pikëllo për ata që domthonë për atë që do të vepronin ata. Në një kontekst tjetër thot, dhe Nuhu e thirri birin e tij, pra momentin kur filloi domethënë tufani, filloi vërshimi, i cili ishte veçuar, ishte ndarë: o biri im, hep me ne në anije, pra, dhe mos u bëj prej mosbesimtarëve. Këtu i biri Nuhut nuk e kuptoi thellësinë e mesazhit të babait të tij, i cili e ftonte të hepte në anijen e së vërtetës. Pra, mund të jemi në shoqërinë e njerëzve të së vërtetës, njerëzve të dritës, por zemrat tona mund të jenë të mbuluara nga parjat e dritës ose nga të pamunit e dritës. Shpesh herë na ndodh kjo që të jesh një shoqëni ku ka besim, ku ka vlera, por jo domosdoshmërisht ti përqafosh ato vlera ose të pash atë dritë të cilën e sheh shoqënia ose e shohin njerëz përreth teje. Ai i biri i tha, do të strehohem në një mal që do të më mbroj nga uji. Ndërkaq Hazreti Nuhi ja ktheu, sot nuk ka mbrojtje nga urni, pra nga dënimi i Allahut, përveç atyre që ai i mëshiron. Dhe vala i ndau ata, dhe i biri i tij domethënë mbeti i mbytur, i fundosur. Këtu biri i Nuhit përdori inteligjencën e tij për të shpëtuar veten, por nuk ishte i suksesshëm. Zemra e verbër dhe e mbuluar nga të pamunit e dritës së profecisë së mishruar në babain e tij, domethënë ja solli atij fundin ose thjesht fundosjen në ujë. Prandaj ajo që shpeshherë përdorim ndonjëherë kur dështojmë situata të caktuara me fëmijët tanë, zakonisht e përdorim se po qepre edhe fëmia i profetëve, në këtë rast djali i Nuhit, nuk i ka besu Hazreti Nuhit. Duhet kemi kujdes vërtet kur argumentohemi me këtë pjesë. Ajo që është e rëndësishme është se Kurani na sjell ndërmend që megjithatë, domethënë nuk kishte kush pushtet mbi besimin e tjetrit, pra besimi mbetet gjithmonë çështje e lirë. Megjithatë, pejgamberi i Allahut Nuhi a.s. e bëri përpjekjen maksimale për ta drejtuar, për ta kthjellë birin e tij. Prandaj kur na ndodhin devijime mbrana familjes, mbrana, domethënë farefisit, do të jemi shumë vigjilent. Ta ndajmë kur ne e dham maksimumin, e dham kontributin, kur ne e kryjm detyrën tonë si prind, si farefis, dhe pastaj dikush prej farefisit, domethënë nuk është i interesuar me ndjek rrugën e Zotit, ose me ndjek vlerat, me ndjek besimin, ose me ndjek rrugën e shpëtimit. Dhe anën tjetër, kur ne, si me thënë, nuk e kryjm detyrën, nuk jemi të vëmendshëm, nuk i bëjmë domethënë përpjekjet tona maksimale për të shpëtuar njerëzit që janë rreth nesh, dhe ata devijojnë. Kjo është një gjendje tjetër. Prandaj ajo të cilën na përcjell kjo histori, domethënë mësimi që na vjen nga kjo histori është se neve për herë na takon përpjekja, na takon, si me thonë, mundi, angazhimi, ofrimi i dashurisë, ofrimi i gjitha udhëzimeve, përpjekja të jemi shëmbëltyra të mira e ngjajshëm, gjithçka që është në dorën tonë, ndërkaq pjesa e udhëzimit pastaj mbetet në dorën e personit dhe sigurisht në hidajetin e Zotit Madhreshëm. Prandaj jo gjithmonë mund të argumentohemi me historinë e birit të Nuhit a.s. Saka që ne nuk i kemi kryer detyrat tona si prind, si familjar, si mësues e ngjajshëm. Prandaj Kurani fisnik në këtë sekuencë të shkurt e paraqet përpjekjen e madhe të Hazreti Nuhit a.s. për ta shpëtuar birin e tij, sepse kjo na duhet dhe kjo është në dorën tonë. Pjesa tjetër është në vullnetin e Zotit Madhreshëm dhe është në vullnetin e personit
dhe më thonë se cilit person veç e veç. Mëshira e Allahut qoftë mbi gjithë juve, e paqet një ditë të mirë agjerimi. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.